Përshëndetje shikues të nderuar, po e fillojmë edhe një epizod të ri të podcastit Fol, që ja kemi kushtuar zgjedhjeve lokale 2025. Mysafir yni dhe juaj i sotëm është kandidati për kryetar të komunës së Kumanovës nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim, respektivisht Alianca Kombëtare për Integrim, zoti Selver Ajdini. Zoti Selver, mirëmbrëma, mirë se erdhe në studion e televizionit Festa. Mirëmbrëma, zoti Nexhat, dhe faleminderit për ftesën. Zoti Selver, unë që ju njoh, po dhe shumica e qytetarëve e dinë se Selver Ajdini ka një bagazh të madh të eksperiencës, përvojës dhe posteve të ndryshme. Për shikuesit, me që jemi në vlugën e zgjedhjeve lokale, je kandidat, me siguri çdo votues, çdo antar i elektoratit dëshiron të di kush në të vërtetë është Selver Ajdini. Dhe për të zbërthyer këtë më së miri ju e bani, urdhroni. Patjetër. Nexhat, unë kam lindur në fshatin Shtras, tani pjesë e komunës së Likovës. Shkollën fillore kam mbaruar në shkollën fillore në Infrashri, pastaj gjimnazën e përgjithshëm në Kumanov, kam mbaruar shkencat politike, nga viti 1992 deri në vitin 2011 kam ushtruar detyrën e drejtorit televizionit Hana. Nga viti 2011 deri në vitin 2021 kam qenë antar i Këshillit për Media. Nga viti 2021 kam qenë nënkretar i këtij këshilli. Para 3 muaj kam mbaruar mandatin dhe aktualisht jam pa asnjë angazhim. Por nuk i dihet, je kandidat për kryetar të komunës së Kumanovës. Atëherë, ta nisim me radhë. Rrugëtimi nuk ka qenë i lehtë derisa keni arritur këtu. Mirëfilli e di, thatë se nga viti 1992 keni qenë drejtor i televizionit Hana. Deshtëm apo s'deshtëm, televizioni Hana dhe televizioni Festa janë 2 televizionet më të vjetër jo vetëm në Kumanov, por në mbar Maqedoni. Por ajo që është më me rëndësi, kanë lënë gjurmë gjatë këtyre dekadave sa kemi kaluar. Do shtë shumica do të mendojnë se ne kemi qenë konkurrent ndonjëherë, por shumica nuk e dinë se ne kemi qenë edhe shok dhe miq dhe kemi bashkëpunuar shumë mirë. Mund të flasim pak për punën që e ke bërë si drejtori i televizionit Hana. Sigurisht. Se atë natë më pëlqeve dhe prezantimin që e bërë në tubimin e AKI-s. Ne kemi filluar punën pa asnjë ditë përvojë në media. Unë aso kohë isha diku 24-25 vjeçar. Pranori i televizionit ishte njeri cili kishte punuar në Mërgjem për diku 17 vite. Ma besoi këtë detyrë të cilën nuk ishte lehtë për ta zhvilluar. Nuk kishim kuadrot mjaftueshëm. Teknikisht qëndronim mirë. Në vitin 99 e ndërtuam edhe objektin Enkas për veprimtari radiodifuzive. Ka qenë një drejtare shumë e rëndësishme për kohën dhe luftën në Kosovë. Në aso kohë kemi ble repetitor, diku 25 repetitor, për t'i montuar në gjitha fshatrat e Bojanocit, Tërnocit, dhe deri diku edhe një fshat Bresals. Thonë, sinjali ynë është po edhe deri atje. Gjatë punës sonë ka pas momente kur jemi krenuar për atë që e kemi realizuar. Edhe pse gjatë punës kemi hasur në vështirësi të mëdha. Po gjithçka kur e bënim mirë, ndiheshim të lumtur, sepse këtë na e vërteton një shikuesit. Çdo emision i realizuar ka qenë kënaqësi. Patjetër. Edhe konkurenca me juve ka qenë me një farë forme
konkurencë frytdhënëse, nuk ka qenë ndonjë konkurencë agresive, me thonë. Përkundrazi, kur ka qenë nevoja, edhe kemi bashkëpunuar. Po edhe kemi shkëmbyer edhe materiale. Edhe materiale ndryshme, prej kësaj vetëm kanë përfitu shikuesit, sepse derisa ishim vetëm, nuk kishim ndonjë barometër i cili do ta qartësonte se sa është puna jonë dhe apo punohet mjaftueshëm. Në vitin 1995 arritëm që televizioni Hona të arrijë kulmin e shikueshmërisë. Diku ndoshta televizioni më i shikuar në Republikën e Maqedonisë Veriut, edhe në bazë kushteve që i kishte. Për fat të keq, televizioni vazhdoi me punë deri në vitin 2019. Nuk ka qenë një gjë e lehtë që me pronorin në vendosim për ta mbyllë. Mirë po, u krijuan asi rrethona sa nuk kishte as sens më për ta mbajtur, por nuk kishte as levërdi materiale, le që s'kishte levërdi, po përkundrazi nuk mundeshim me mbulu edhe harxhimet elementare. Zoti Zëver, nga një distancë kohore, 30 e kusur vjet që janë bërë, ndërkohë keni ushtruar edhe detyrën e këshilltarit në Agjencinë për Audio dhe Audiovizuale, ku keni qenë edhe nënkryetar aty. Si e shihni tash zhvillimin e mediave nga ajo distancë kohore dhe tani? Ka përmirësim apo ka stagnim? Ndryshimi i ligjet për media ka psuar shumë herë lëvizjen. Diku ndoshta 10 herë, gjatë prej vitit 97 e deri tani, ky ligj pak apo shumë ndryshime ka pasur sa dush. Ju mësu që të deportojnë në Maqedoninë e Veriut një numër i madh i mediave të shteteve përreth. Është kënaqësi se asnjë media prej Kosovës e Shqipërisë nuk është refuzuar për transmetim në këto, siç njihen popull, kablor. Fillimet e angazhimit tim në agjenci, dikun kulaçi i marketingut ka qenë mëse 45 deri në 50 milion euro. Tani kjo është reduktuar diku 7-18 milion. Nuk ka më tepër mjete që ndahen për marketing. Kjo është një determinues se televizionet nuk kanë pasur mundësi të mbijetojnë. Janë mbyllur disa televizione lokale, jo për shkak të politikës, jo për shkak të presionit. Thjesht është problemi ekonomik. Edhe unë befasova aktualisht në Maqedoni ishin vetëm 37 televizione lokale, rajonale dhe nacionale, që numri para disa viteve ka qenë 3 fish më i. 65 ka qenë para 4-5 viteve numri i televizione. Thonë, në çdo qytet ka patur 2 apo 3 televizione lokale, ka patur televizione rajonale, po edhe satelitore edhe këto në nivel shteti. Në vend se të ngriteshte niveli profesional i mediave, unë konsideroj që ky nivel ka ra. Ajo që ka qenë më brengose sa unë e kam ushtruar detyrën në këshill, përqindja që duhet transmetohet për program vetanak, program që e prodhon vetë televizioni, është diku 30%. Fatkeqësisht, varretjet më të mëdha që ne i kemi shqiptuar, ka qenë pikërisht për këtë. Domethënë, në pamundësi për me kriju program të vetin, televizionit e bojnë shkeljen e ligjit. Pastaj, ne aty kemi qenë detyruar, edhe pse nuk është asnjë konform ligjit, nuk ka qenë e lehtë për neve. Por jam krenar që po megjithatë kontributi i Selver Ajdinit është i pamohshëm.
periudhë e gjatë edhe natyrisht ke qenë pjesë e sjelljes të ligjeve të ndryshme që unë do ta përmendi vetëm një rast që keni ndihmuar televizionet gjatë kohës së koronës. 2 vjet apo 3 2 vite ka qenë komplet licenca sa është sen mjetet për licencën nivel. 1 vit janë pas kthyer, kishim të paguar por u kthyen mjetet. Ashtu, edhe 1 vit ka qenë me 50%. Kjo ka qenë një ndihmës e madhe për mediat. Po shife ku asnjëherë nuk e kemi pa veten si kontrollues të mediave. Gjithmonë e kemi pa veten si bashkëpunëtor mes vetesh. Po pikërisht ashtu, edhe pse është rregullator i mediave në Maqedoni, por unë gjithmonë e shoh si partner në rregullimin e çështjeve, në avancimin e cilësisë. Nuk kemi sjellur asnjëherë si policë ndaj mediave. Përkundrazi, unë kam pasur raste kur edhe raportet e ndryshme të propagandës gjatë zgjedhjeve u kam ndihmuar ta rregullojnë edhe të mund të marrin mjetet që u duan televizioneve. Po, jo vetëm këto, ke pas edhe shumë raste tjera, po ndoshta nga modestia s'po i përmend. Jo, nuk i tham, kam pasur edhe raste tjera kur kanë menduar disa televizione se ne jemi në mbrojtje televizioneve. E din sigurisht, po edhe duhet ta din se ne mbi gjitha jemi në interes të publikut. Dënimet më të mëdha janë ato që kanë të bëjnë me fëmijët. Në momentin kur transmetojnë përmbajtje të palejueshme, ne do t'i mbrojmë televizionet, nuk ka mundësi. Po nga ana tjetër duhet të mbrojtur edhe fëmijët, apo? Patjetër. Kështu që ndonjëherë tash edhe ju keni qenë në hall. Ndonjëherë kemi marrë pozitë të keqe, tash me i dënu televizionet, sidomos me theks veçantë televizionet shqiptare. Unë kam qenë interesuar që ato të zhvillohen, të punojnë, e të formohen, që jetë gjatësia të jetë. 100 vjeçare ndoshta, 200 vjeçare, kur mos të shuhen së punuari. Disa vjet keni punuar si agencion për sjelljen e ligjit për mediat online apo portalet. Mirë po ai ligj asesi të sillet. Ku po qëndron probleme? Unë shpesh zoti Selver kam has portale lokale, rajonale, nuk e di cilët janë ato parametra që e ndajnë portalin që është në internet, Qysh mund të ndahet lokal, rajonal edhe kombëtar? Ka tani ligji thot duhet të regjistrohet si veprimtari çfarë do qoftë. Po. Të kesh, mirë është të kesh sa më tepër të punësuar. Tani nën veprimtaria kalon edhe te këto online. Fatkeqësisht në Maqedoni më duket diku 30 domena ekzistojnë. Nuk kanë adresë, nuk kanë kontakt telefoni. Pikërisht është aty. Këto janë për momentin janë, si më thon, zbrasti ligjore. Si do të kontrollosh për shembull ai ka në Zvicër diku domenin. Mirë po punon mirët me çështje me politikën në Maqedoni. Tash edhe kjo çështje ligji nuk i precizon ndoshta shumë shkelet e ndryshme që mund bëjnë mediat online, mirë po i kap ligji për cënim të integritetit personal, ruajtjen e vlerave qytetare, nëse bën shkelje në ndasi etnike, racore, është ligji penal. Është kodi penal. Më thonë, ata i nënshtrohen këtij ligji, edhe pse ligji për mediat online nuk është aq precis. Pritesh që gjatë këtij viti të sillet dhe definitivisht ishin të caktuar edhe për shembull portalet lokale të kenë një të punësuar edhe një gjysmë të punësuar, respektivisht një honorarist. Ashtu diçka po gabim Ky ligj
them aktualisht nuk është ai që duhet. Por ne si agencion thuaj se këto 10 vite asnjë propozim i nuk është pranuar. Ne kemi qenë kundër shumë ndryshimeve të ligjit që janë bërë. Se e kemi ditur që nuk është ajo që duhet. Si agencion kemi reagu, i kemi dhënë propozimet tona, por fatkeqësisht nuk janë pranuar. Kanë vazhdu, i kanë pru ligjet ashtu si ka morë media. Prandaj po e psojmë gjithë nga pak. Zoti Silver, me kohë jemi të kuizuar, një emision tjetër pas djedhve do e kushtojmë pak më gjarë, do të flasim për mediat, për rolin e gazetarisë, kemi tema të ndryshme në këtë drejtim. Po të kthehemi në atë që je tash aktualisht kandidat i AKIS për kryetar të komunës së Kumanovës. Çka të motivoi të pranosh të hysh në këtë garë? Unë, po edhe ti sigurisht, lejo drejtohem me ti në që të sejmë mes të vjetë. Shoke me që... Ne, Kumanovës i kemi dhënë atë sa kemi mundur edhe atë sa kemi pas mundësi. Te di që ne kemi ngritur çështje të ndryshme që nga viti 1992. Bile në televizionin ku kam punu, nuk kemi pasur lajme klasike, po kanë qenë aktualitete që janë kushtuar kryesisht kemi qenë pjesë e një procesi të rëndësishëm historik. Deshtëm sigurisht, koha pjesë e historisë, koha do të vlerësoj, po. I kemi kontribuar biznesit, i kemi kontribuar kulturës, artit, sportit, po edhe politikës. Mbi gjithë arsimit. Edhe arsimit sigurisht. Ka qenë ajo fazë pjesë e ngritjes së arsimit shqip. Edhe tani, kur i shef disa gjëra, nuk mundesh me mbet anash edhe me prit që vetëm pse nuk e bojnë këtë, pse nuk e zgjidhin atë. Si qytetar duhet me qenë më proaktiv. Unë kam qenë i angazhuar edhe në politikë edhe për skaj kujdesit që e kam patur sepse kam zhvilluar ose thjesht kam qenë në shërbim në agjencia dhe nuk kam mundur që hapta si zhvilloj veprimtari politike. Shokët, miqt, dashamirët, bashkëpartiakët, të cilët i falenderoj me këtë rast, më besuan këtë përgjegjësi. Jo se ishte në vendimi vështirë për të vendosur që të jem kandidat, vetëm duke i po konstelacionet politike në vend, në Kumanovë, me thekst veçantë, Kumanova nuk është ajo që e duam. Kumanova meriton më shumë, sidomos qytetarët e saj. Çdo ditë kur del nga shtëpia e shef se disa gjëra nuk janë siç duhet. Aktualiteti politik e kryej si domosdoshmëri paraqitjen e Aleancës Kombëtare për Integrim. Sepse disa të drejta që e arritën shqiptarët me mund, me gjerse, me gjak, sikur po vehen pikpyetje. Kjo më ka bë që une pa asnjë lloj hezitime të pranoj kandidaturën. Mendoj se mund të sjell një frym të re në qeverisje. Kam punuar veprimtari me interes publik, por jam kategorik kundër nepotizmit, kundër jo transparencës, jam kundër mos llogaridhënies, jam që qytetarët kyçen më tepër, jam që kryetari i komunës të jetë më i afërt me qytetarët. Ju keni përpiluar edhe një platformë, është program zgjedhor me 7 pikë. I zbërthejmë një nga një
edhe pastaj i komentojmë. Qeverisja e mirë dhe transparencia këtë që e thatë lokale. Këtu a mund të flitet edhe për digitalizimin në për komuna, qasja më e shpejt e qytetarit, shërbimit, shmangja e sporteleve? Po kjo do t'jeftë pika e parë kundër nepotizmit, me gjitha. Edhe luftës kundër korrupsionit. Unë, ku e cekët çështjen e digitalizimit, kam hy disa herë gjatë kësaj periudhe në web faqen e komunës. Nuk është në faqe funksionale. Dhonat që i kërkon paka shumë nuk i ke. Mos flasim për çështjen e llogaridhënies edhe afërsisë qytetarit me atë faqe. Për shembull, sot është shumë e lehtë me kriju një aplikacion ku gjitha harxhimet në bazë ditore, gjitha faturat, gjitha pagesat me u fut në atë aplikacion. Që çdo qindarë që harxhohet në komunë, qytetarit ta ketë pasqyrën se ku po shkojnë parat e tij. Për keqardhja është unë në komunë ka vite që s'kisha kalu. Momenti kur në shkruam kodin për zgjedhje të lira, ferë dhe demokratike, në objektin e komunës sikur ishte një frymë zemt. Po 20 vite thua se aty njeri nuk ka punuar asgjë. Errësire pa pame. Një komunë që nuk kujdeset për veten si për atë me u kujdes për qytetarët. Kjo janë disa elemente që duken të parëndësishme, po duken keq. Zoti Server, shtyllë kryesore e veprimtarisë, e angazhimit të komunës është infrastruktura. Me infrastrukturë i amundson të gjitha kushtet çdo qytetari, o për arsim, o për sport, o për kulturë, për biznes e kështu me radhë. Jo, këtu e shoh se edhe ke edhe pikë e dytë është pikërisht infrastruktura. Në mandatin e kaluar dëgjova në 2-3 raste se në pjesën shqiptare janë realizuar diku 77 apo 78 projekte. Ju sa jeni të kënaqur? Keni njohuri apo më tepër ju intereson se çfarë ju mendoni se duhet bëhet në rrafshin e infrastrukturës? Buxheti i komunës është diku 32-33 milion euro në vit. Për harxhime kapitale zakonisht rezervohen 4 deri në 5 milion euro. Edhe kjo sipas asaj që është bërë prej vitit kaluar, nëse kanë mbetur mjete. Me sy thjesht nuk vëren ndonjë ndryshim, sikur nuk vërehet asnjë projekt. Ka disa rrugë tek tuk që ndoshta janë mermetu, ndoshta janë asfaltu. Por e them që ke pjesa shqiptare, kjo është baras me zero. Unë nuk jam për ndasi. Vizioni im është për gjithë përfshirje. Por barazi edhe dialog. Sepse për fat keq struktura politike e 2 partive më të mëdha në Maqedonasi, me ne shqiptarët nuk kanë qenë korrekt. Ja ku e keni ju afër rrugën Baram Shabani. Ne kalojmë çdo ditë aty. Një ditë punohet, 10 ditë nuk punohet. Në lagjen e Trimave e ke rrugën Veselin Vojevski. Rrugë e cila është problem në kam me e kalu. E ke rrugën Doktor Ibar. I mungon edhe kanalizimi, po edhe e harnuar me vitet të tëra. Po mbi gjitha i mungon kanalizimi atmosferik. Po, grumbullohet uji dhe është e pakalueshme. Shkojmë me radhë. Në lagjen Skënderbej e ke rrugën Kirofetak. Edhe ajo rrugë është e shkatëruar me vitet të tëra nuk punohet.
e ke rrugën te zona industriale. Ajo mo tani është ba, është thënë e stërthënë me vite është kërkuar. Nuk po gjen një zgjidhje. Thonë që janë da mjetet, por Kuvendin Komunal nuk e di. Janë para parë, në fakt, por a ka kalu, nuk e di. Po. Nuk e di. Në thonë, ka rrugica gjithashtu që duhet të paktën bekatonizohen. Ka edhe rrugë tjera që sigurisht edhe ato duhet asfaltohen. Them përsëri me tekst veçantë ke lagjat shqiptare. Vërehet me sy se kene përsa i përket infrastrukturës është shumë pak. Po sa i përket zhvillimit ekonomik edhe ati lokal, këto ekonomik çfarë mund bëhet përpos që përmes projekteve për punësim dhe ndihmes gjatë punësimit apo hapjes firmave. Edhe është në një ndihmes, mirë po që është e lidhur direkt me qeverinë. Po, ne kishim një takim me Odën Ekonomike, përfaqësuesit e tyre të Odës Ekonomike të Maqedonisë veri perëndimore. Ne i ndëgjuam kërkesat e tyre. E para është që edhe ju si veprimtari radiodifuzive, dokumentacionin cilin e udhëhiqni, raportet e ndryshme duhet shkonin në Shqip për një nënshkrim apo për ku di une. Kjo është e lodhshme. Këtë kërkesë e bëri edhe Oda zejtarve me agron... Po, edhe ata na e kanë thonë të njëjtën. Më thonë përveç që humbjes kohë, është edhe e kushtueshme. Kumanova është qytet shumë më i zhvilluar se sa është Shtipi. Ka shumë më shumë veprimtari se sa Shtipi. Prandaj unë e di që këtu njësi prej 3 punëtorësh ekziston, po sa ata mund t'i përballojnë punën. Po vendimet të gjitha mirë marrën atje. Tash ne e dim që qeveria ndon mjete për zhvillimin e bizneseve të reja. I stimulon edhe të rit të hapin biznese. Ne kemi parapar që këtu të ndajmë një fond për të rinj edhe për gra cilat dëshirojnë të merren me veprimtari. Tani ai fond ndodhet varësisht se sa mjetet do të grumbullohen. Ose vartë edhe nga veprimtaria edhe veprimtaria që e zhvillon. Do ndohen mjete edhe për ndërmarrjet cilat kanë nevojë për punëtor. Edhe këto sigurisht nëse në veprimtarinë e tyre angazhojnë të ri edhe gra. Nëse i zgjerojnë objektet e tyre. Thonë, janë disa gjëra që duken të vogla, po mund ta kenë efektin e madh. Pastaj po mundohemi gjithashtu në kuadër të komunës ta kemi një zyre që si mekanizëm për me mund me i përgadit ndërmarrjet për konkurim në tender publik, po edhe komunal. Se në komunë aktualisht nuk dohen tender, po ka forma cilat ne kemi kuptuar që dikush i bën. Kemi mundu për një komunë transparente, të mos me pru vendime pas dyrëve të mbyllura, me e bon qytetarin ma aktiv. Server, çështje më e dhimbshme, çështje më e ndihshme për ne shqiptarët, por në përgjithësi është arsimi. Cilat janë planifikimet tuaja për arsimin, duke filluar nga niveli më i ulët deri në tash jemi edhe qendër universitare. Po. Në Kumanov ekziston fakultetet, po edhe dy universitete shtetërore. Fatkeqësisht arsimi fillor edhe i mesëm kanë mbetur në vitet 90. Kur flasim për arsimin fillor, edhe për skaj asaj përmbajtësores,
është e rëndësishme se aty ka nevojë gjitha shkollat fillore me mësim në gjuhën shqipe objektet e tyre të merremetohen. Duke u nis prej Sopotit te shkolla Vlezrit Ribar, te shkolla fillore Llopat, Kongresi Manastirit, te shkolla fillore Ramali, Kirill dhe Metodi. Shkollat fillore Baram Shabani ka nevojë për objekte shtesë. Shkolla fillore Naim Frashe gjithashtu ka nevojë për 4 klasa tjera. Për shkak të numrit të madh nxënës. Ndoshta edhe më shumë. Ndërkohë. Ndoshta edhe më shumë. E kemi shkollën fillore Vukaraxhish aty, e cila nuk shfrytëzohet ndoshta as 50%, po ne nuk mund ta shfrytëzojmë. Kjo është çështje imediate, këtu do të reagohet më njëherë. Asnjë detyrë ose punë se unë do të vija në kryet komunës, nuk do të ta filloja pa i merrmetu këtë shkolla. Shekullin 21 me piku kulmi i shkollës fillore. Kjo është absurde. Është shumë e dhimbshme. Pastaj apo me ungrod me dro, në këtë shekull. Dro, edhe ato a munden me i siguru me kohë. A munden me i siguru me kohë. Shkollat e mesme si që janë Kiro Bornas, Peronakov, Nace Bugjoni. Këto shkolla, edhe përska i gjitha kushteve që i kanë, ato çfarë janë, i kanë nxënësit, i kanë profesorët, e kanë edhe përgjithësi. Fatkeqësisht për një vull duhet me shku 5 kilometra me evolos drejtoresha e shkollës sonë. Po e them një rast, kur kanë dasht me u kthyt shkollës teknike, ke shkolla onë, reagimi i udhëheqësisë ka qenë aq arrogant sa është e çuditshme. Kjo le me kuptu që derisa kanë thithë fëmijët e prej organizatave të jashtme, siç ishte USAID tjera, mbetemi sikur jemi një shkollë, thithë fëmijët e prej organizatave edhe jemi në rregull. Kjo çështje duhet të mbaroj. Unë e thash edhe në Tobim. Unë do të jem kryetar apo jo, këto çështje duhet përfundoj një herë për gjithmonë. Shëndetësi efikase dhe mirëqenie sociale. Komuna pak ka kompetenca për sa i përket shëndetësisë. Mirë po edhe aty sikur në gjitha sferat tjera çalohet. Por mund të ofrohet së paku infrastruktura. Infrastruktura sigurisht është e nevojshme, kuadri mjekësor po ashtu, që të ketë shërbime më efikase edhe më të mira. Janë disa çështje që nuk kanë mund me u fut në program, mirë po momentin që ne do ta kemi mundësinë me ushtru ndikimin edhe presionin, këtë do ta bëjmë pa rezervë. Sidomos për kategoritë siç janë fëmijët, siç janë familjet të cilat kanë probleme me ekzistencën materiale, plest, do të kushtohet rëndësi. E gjashta, mjedis i pastër dhe zhvillim ekologjik. Edhe këtu janë paraparë që aty ku ka mundësi të mbillen fidanishtet në poroborët ndryshme, sidomos ke shkolla, hapësirë sa më shumë e gjelbërt me qëllim që me mund me i kushturu rëndësi ambientit. Kjo është shumë e dobishme dhe interesante si ide. Po tash Kumanosi mungojnë hapësirat e gjelbërt. Sigurisht është e mirë situata për sa i përket gjelbërimit. Parku i qytetit i zhveshur tërësisht. Ka mbetur edhe ai projekti pa realizuar deri në fund. Në fakt informatat që i kam, asnjë projekt që është dashur ta realizojë komunën këtë 4 vjeçar deri në fund nuk e ka përfunduar. Gjitha. Përveç ndoshta rreth rrotullimit për si e njohim ne ujithartë ose prejotës. Flasim pak për kulturë.
Në Kumanov kemi shoqërinë kulturore artistike, ndër më të vjetrat, jo ndër, po më e vjetra në trojet shqiptare të ish Jugosllavisë. Bajram Shabanin, e cila pas 2-3 javësh shënon 80 vjetorin e themelimit. Sot e asaj dite, kjo shoqëri është pa themel, pa vend për të kryer ushtrimet. Herë në njërën bodrum të një shkolle, herë në bodrumin e shkollës tjetër. A duhet të rregullohet kjo çështje një herë për gjithmonë? Dhe në përgjithësi kulturën se shikni në... Ne cekëm pak më herët se si televizion ne kemi qenë në shërbim të shoqërisë kulturore artistike. Po edhe gjithë kulturës në përgjithësi. Me zellin më të madh ne kemi pritur çdo lloj aktiviteti kulturor e sportiv që është zhvilluar në Kumanov. Edhe këtu janë nda disa mjete viteve të kaluara, apo kanë qenë minore në raport me ato të cilët i kanë marrë shoqëritë kulturore artistike dhe kultura, po them thojza e bashkëqytetarëve tonë në Maqedonas. Vitin e kaluar, diku më duket 10.000 apo 15.000 euro i ka marrë shoqëria kulturore artistike. Kjo është një shumë e vogël në raport me ato të cilën e meriton shoqëria kulturore artistike. Bajram Shabani. Edhe klube sportive. Do të kalojmë pastaj të sportit. Shoqëria kulturore artistike gjithësisht është edhe organizatore që sa vjet e festivalit Balkan Fest. Po në Kumanov. Arriti sjell në Kumanov 10 shoqëri nga Turqia, nga Bosna, nga Shqipëria, nga Serbia, nga Malizi. Edhe kjo është një thesar që po e ofron. Ata përveç që kanë nevojë me mbulu argjimet elementare, aty duhet të investohet në ke artistët. Repertori i tyre të pasurohet. Të kenë mundësi të marrin pjesë në për shumë festivale në Ballkanin në botë. Unë e di më herët shoqëria kulturore artistike Bajram Shabani ka zhvilluar me qindra e qindra koncerte në Turqi, gjithandaj, në tërë Ballkan. Po edhe në Evropë. Ka qenë edhe në Zvicër, edhe në Belgjikë, ka... Kështu që edhe kjo do të jetë një sferë shumë e rëndësishme ku ne do ta, nëse arrijmë të faktorizohemi, e të fuqizohemi përmes votës. A këte kemi aktualisht është një shans shumë i mirë, që ne të morim një numër të madh të këshilltarëve. Po edhe mundësia dhe shansi shumë i mirë që një shqiptar për herë të parë ka mundësi nëse vota e ke pjesa maqedonase janë 5 kandidat, nëse vota e tyre përçohet, atëherë shanset për me shku në raundin e dytë janë jashtëzakonisht të mëdha. Sporti. Kemi klubin futbollistik, Bashkimi Krenarie Kumanovës. Klubi vetëm që është antar i ligës së parë të Maqedonisë. A duhet edhe aty, megjithëse shka diu në ndahet në disa mjete, mirë po duke patur parasysh rangun e garimit. Si në kulturë, si në sport, ndarja e mjeteve nuk bëhet në proporcion me atë që duhet të morim si shqiptar. Këtu është domi që po na e shkaktojnë gjithmonë të tjerë. Me mu nuk mund ndodhen çuditëra, ne nuk mund t'i bëjmë, në fakt nuk mund t'i shbëjmë gjonat që janë bë. Po me kërku, me u angazhu, me sinqeritetin më të madh, me përgjegjësinë më të madhe, mos me leju më asë një lloj diskriminimi apo majorizimi mbi baza etnike e sociale. Mi ju thonë një herë për gjithmonë bashkëqytetarëve Maqedonas. Jo, sepse ne jemi pjesë e këtij qyteti. Ne duhet në zhvillohemi një herë të arrim nivelin ku ju keni arrit. Për shembull, unë nuk kam asgjë kundër sportit. Unë kam qenë sportist. I kam ketë mes të shoke në për klube, si ato. Kemi edhe klubin Forca. Edhe Forca. Që po merr pjesë që disa sezona edhe kampioni i Maqedonisë, garat evropiane, kampionatin evropian. Mirë, po nuk është në rregull me investu në një pishinë
super profesionale olimpike, që i kushton buxhet komunës 300.000, 400.000 euro. Sa frekuentohet nga shqiptarët? Po se fare. A këndej pikojnë në kulmet e shkollave shqipe. Vitin e kaluar janë harxhu 600.000 euro për një semafor, sallën e sportit, me komplet pajisjes shtesë që shkojnë. E këne me mungu qerdhet për fëmijë. Nuk duhen të luaj rolin e politikonit që veç flet, po nuk bën asgjë. Këto çështje duhet të rregullohen, edhe bashkëqytetarët Maqedonas duhet ta kenë parasysh. Edhe një çështje tjetër që harruam ta potencojmë ke infrastruktura dhe urbanizmi. Qytetarët tanë, se në fakt, qytetarët janë të barabartë para problemeve. Nuk ka dallime. Njëtët brenga i ka, njëtët halle. Plani general urbanistik nuk po gjen ndrit me vitet e tëra. Pas arsimit, lëvizja tjetër që do ta bëja do të ishte ta nxarja ndrit këtë plan. Sepse njerëzit me vitet e tëra Jo me vite, me dekada. nuk mund të marrin leje për ndërtim. Plani general urbanistik me dekada. Pastaj rrjedhimisht e sjell edhe problemin e planit detal urbanistik. Lagjet e tëra janë pa urbanizuar. Kemi lagjen tash Zahir Pajaziti. Ndjen e kam lëviz ditën. Mjerim të shifsh ato rrugë. Ujësillsi, kanalizimi. Më thonë, gjonat elementare nuk janë. Dhash Zoti që ja premtoni ju se me siguri edhe ju s'keni shkop magjik që punët e 50 vjetë t'i rregulloni për 4 vjetë, por me vullnet dal nga dal kompenzohen shumë mungesat që janë bërë. Në këtë program prej 7 shtyllash, i cili është bërë me një dëgjim aktiv me qytetarët. Kemi patur kujdes as një premtim të cilin nuk mund të realizojmë, mos ta premtojmë para qytetarët. Sepse ka disa premtime që janë... Kjo është shumë e ndershme para elektoratit të thuhet. Ato, gjatë gjithë kohës e kemi pasur në mendje. Jo çështje cilat nuk mund të realizojmë. Por prapë e them, me mundësi që i kemi aktualisht, qoftë për këshilltar, qoftë për kryetar komune, unë mendoj që do të arrijmë në një nivel, edhe duke i pas parasysh ndasit ke pjesa maqedonase, që ne jemi faktor në qeverisje. Në vendimmarrje. Po edhe në vendimmarrje. Zotësh, ja dal nga dal, po koha po ecën shumë shpejt dhe e kaluam 40 minutë, kur është biseda interesante dhe koha ecën shpejt. Për në fund, thash, do të kemi rast edhe emision tjetër të organizojmë, ku do të bisedojmë pak ma gjarsisht, mirë po tash në kuadër të fushatës, të koncentrohemi aty ku duhet të dëgjoj ai votues, të shohë se çka po ofron Silveria, po çka po ofron tjetri, dhe pastaj vetë ta bëj zgjedhjen. Unë mendoj se i ofruam shikuesve, dhe se keni edhe diçka në fund para se ta thoni edhe porosin deri te elektorati, kemi harruar diçka me ju pyet apo? Besoj që në ato çështje të cilat kam menduar me shtjellu, pjesa më e madhe e ushtjellun, ndoshta kisha mund me shtu këtu për transportin publik. Kjo pjesa shqiptare mungon një transport publik i organizuar në atë formë që ta përfshin lagjen prej të tregu e deri ke kompleksi i njohur Barakat, edhe përsërit kthehet ke pjesa poshtë. Ka ankesa nga qytetarët Silver edhe për rruga prej ato Demrinot që shkon te tregut, te semaforët, është një kafshë.
Mund të shkosh vetëm për pjetë, por jo edhe të lëshohesh. Po, ajo është një defekt. Duhet kjo të eliminohet, kjo të kthehet sërish 2 kashe. Edhe unë... Sepse te top driver, pastaj atje po shkaktohen radhë të gjata, me orë po. Unë jetoj në atë pjesë aty, edhe unë për me dal ke tregu, më duhen 50 metra, ndërsa rruga me që është në kashe, unë i baj 1 kilometra. Aty ne kemi para pa, në fakt, nështë është para pa dhe prej tjerëve, po për neve gjithashtu me tjetë një çështje imediate rreth rrotullimi ke tregu edhe ke gjithashtu ke rreth rrotullim ke shtëpia armatës. Kjo besoj që do ta lironte frekuentimin e makinëve. Patjetër. Këtë ngarkesë. Mendoj që këto janë çështje të rëndësishme gjithashtu për infrastrukturën. Ndërsa transporti publik gjithashtu dhona që i kemi, komuna ndon 800.000 euro deri 1 milion euro në vit për transport publik. Për transport falas publik. Po. Edhe kjo për 3 vite diku 2 milion e gjysë janë harxhu. Por fatkeq nuk ka një raport preciz se kush e shfrytëzon, sa njerëz e shfrytëzojnë, edhe është raport që e kanë përpilu vetëm kompani që e bojnë transportin. Nuk është se është i detajuar edhe i analizuar mirë filli. Prandaj këtu nuk jemi ne kundër transportit falas publik. Mirë po, nëse ai nuk e lidh komunën e Likovës mirë, me ndërthur njëna me tjetrën atëherë, veç për në Çerkezë edhe në Ramali. Duhet bëhet marrëveshje atëherë me komunën e Likovës. Patjetër. Mirë po, këtu le shumë për të dëshiru. Po e thatë që në fillim jo se ajo që do të jetë e para do të jetë transparencë. Edhe me siguri tash edhe kjo do të zë vendat që e filluat edhe me atë edhe përfundoni. Unë tash do t'i kisha lutur në fund për një mesazh për drejtuar shikuesve, respektivisht elektoratit tu. Po, është shumë e rëndësishme që ndalja e votuesit shqiptar të jetë e madhe. Sepse duam ta bëjmë ndryshime. Është shumë e rëndësishme që vota shqiptare e kësaj radhe të mbetet të shqiptarët. Që të mund t'i dalim zot atyre që i kemi premtu. Ta votojnë Aleancën Kombëtare për Integrim dhe listën e këshilltarëve të saj, edhe kandidatin për kryetar me numër 4. 46 minuta, po 46 minuta, ishte kënaqësi që ata pa ta. Faleminderit. Bisedim. Unë të dëshiroj sukses në zgjedhjet e 19 tetorit dhe shihemi pas zgjedhjeve gjithsesi së paku për një emision të radhës. Patjetër me kënaqësi në gjatë. Unë ndjeva shumë mirë, faleminderit edhe një herë për ftesën. Edhe një herë suksese dhe miropafshim. Faleminderit. Shikues të nderuar, ja përmbyllëm edhe një episod të podcastit fol kushtuar zgjedhjeve lokale 2025. Faleminderit për vëmendjen dhe miropafshim me episodin e radhës.